Përplasja mes Elon Musk dhe Donald Trump ka hyrë në një fazë të re, më të ashpër dhe publike se kurrë më parë. Një debat që nisi me mospajtime të vogla për subvencione dhe politikat fiskale, tani është ndërruar në një përballje të hapur mes një prej miliarderëve më të fuqishëm të botës dhe presidentit amerikan. Këndija e radhës u ndes pas miratimit të ligjit të buxhetit të propozuar nga presidenti Trump, i cili kaloi në Senat fal votës vendimtare të zvenc presidentit Vance. Me një rritje rekord të tavanit të borxhit me plot 5 trilion dollar, projekt ligji u kritikua ashpër nga Musk, i cili në një postim në platformën X shkroi: "Është e qartë me shpenzimet e çmendura të këtij projekt ligji, si jetojmë në një vend me një parti të vetme, partinë e dërkucit me kollare." Përgjigje nga Trump nuk vonoi. Në një deklaratë thumbuese, ai sugjeroi Muskut që të mbyllte dyqanin dhe të kthehej në Afrikën e Jugut nëse nuk do të kishte një akses në subvencionet për makinat elektrike. Dhe kur u pyet nëse mund të shqyrtojë edhe deportimi i tij, ai u përgjigj shkurt: "Do ta shoh." Por Musk nuk u ndal me kaq. Ai drejtoi një tjetër sulm Kongresit Amerikan duke thënë: "Çdo antar i Kongresit që bëri fushat për të ulur shpenzimet e qeverisë dhe më pas votoi menjëherë për rritjen më të madhe të borxhit në histori, duhet të ul kokën nga turpi dhe do ta humbasin garën në primare vitin tjetër, edhe nëse është gjëja e fundit që bëjnë në këtë jetë." Deklaratat e tij u intensifikuan më tej gjatë ditës. Në një tjetër postim në platformën X, ai paralajmëroi: "Nëse ky projekt ligji i çmendur për shpenzime miratohet, Partia e Amerikës do të themelojë ditën tjetër." Trump nga ana tjetër kaloi në kundërsulm. Në një postim ai paralajmëroi se do të urdhërojë Departamentin për Eficiencën Qeveritare, një institucion që vetë Musk e kishte ndihmuar të themelojë për të kontrolluar shpenzimet, të nisë një hetim kundër miliarderit. Elon Musk mund të ketë marrë më shumë subvencione se çdo njeri tjetër në histori. Ato ndoshta do të ishte kthyer në Afrikën e Jugut shumë kohë më parë, tha Trump.